Partia Demokratike ka ngritur shqetësime të forta për procesin e shpërndarjes së materialeve zgjedhore për shqiptarët në diasporë. Sipas demokratëve, ka patur probleme serioze me komunikimin dhe procedurat gjatë dorëzimit të zarfeve me fletët e votimit. Në një letër drejtuar komisionerit të zgjedhjeve, ata kanë paraqitur dëshmi të shqiptarëve jashtë vendit që tregojnë se zarfi i votimit nuk është dorëzuar personalisht nga zgjedhësi, siç ishte planifikuar, por është lënë në kutinë postare ose dërguar nga persona të tjerë të paautorizuar. Në disa raste, siç raportojnë demokratët, kanë operuar shërbime postare të tjera, përveç atij të kontraktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, siç ka ndodhur në Greqi. Një tjetër shqetësim që ata ngritën është dhe prodhimi i dy zarfeve identik për të njëjtin zgjedhës, si dhe problemet me adresën e votuesve, duke krijuar konfuzion dhe dyshime mbi integritetin e procesit zgjedhor. Sidoqoftë, Komisioneri i Zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka shpjeguar se prodhimi i dy zarfeve të njëjtë nuk përbën një problem, pasi çdo zarf ka një barkod unik që skanohet dhe mund të njihet vetëm një herë nga sistemi. Në këtë kontekst, Partia Demokratike ka kërkuar që të bëhen publike të gjithë procesverbalet dhe informacionet lidhur me administrimin e votës së diasporës për të siguruar që procesi zgjedhor të jetë i pastër dhe i drejtë. Ata kanë theksuar se është domosdoshme që çdo problematikë të adresohet në kohë për të ruajtur besueshmërinë e procesit zgjedhor.